Këto janë gjitha zhvillimet që vijnë nga samiti i NATO se mbajtur në Ankara të Turqisë. Do të flasim pikërisht për këtë në studio. Kam eksperiencë çështjeve ndërkombëtare. Zoti Ngeron Kamberi, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit luftës. Gjithashtu dhe Mirlind Laçi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, mirë se erdhët. Mirë se vjen. Duket që ky samit edhe me gjithë lëvizjet e mundshme, deklaratat e bëra, ka krijuar një vëmendje të shtuar mediatike, ndoshta edhe me të drejtë, sidomos prezenca e presidentit Trump. Kamberi, po nis me ju, çfarë do të thotë ky samit në këtë kohë? Besoj që samiti i Ankaras ose samiti i 33 i NATO-s vjen një rrethan, do thoje paksa specifike përse përket marrëdhënieve që ka brenda aleancës. Dhe këtu kam parasysh marrëdhënien midis Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili është vendi kryesor që mban peshën kryesore në Aleancën e Atlantikut Veriut apo në NATO, dhe vendeve europiane, veçanërisht disa prej aleatëve kryesor europian, siç janë Franca, Britania, Gjermania apo edhe Italia. Nga ana tjetër, ky samit vjen në kuadër edhe të një lloj, do të thoja, po të përdor një term, merkantalizimit të sigurisë, pra ku paktën 2-3 vitet e fundit është vënë në qendër të vëmendjes rritja e buxhetit nga vendet anëtare të NATO-s në raport me prodhimin e përgjithshëm bruto dhe po matet si tregues se sa një vend është përkushtuar kundrejt aleancës, gjithmonë duke pasur parasysh faktin që kjo ndodhi kur filloi të kishte një ndryshim edhe përsa përket situatës gjeopolitike në botë. Jo rastësisht vendimi ose objektivi, atë që quhet objektivi i samitit u Elcit, u morë në 5 shtator të 2014-ës, gati 5-6 muaj mbasi Rusia kishte aneksuar Krimen, dhe kishte ndodhur një situatë në kufit lindor të NATO-s, që vendet anëtare të NATO-s duhet të kishin 2% të shpenzimet të prodhimit përgjithshëm bruto për ushtrinë. Dhe ky që quhet objektivi i Welsit, i samitit të NATO-s, la një afat 10 vjeçar që të gjitha vendet ta mbërrinin këtë objektiv. Dhe me 24 dhe 25 qershor të vitit 2025 në samitin e Hagës, ky objektiv shkoi në 5%, i cili nënkuptonte ndryshimin e situatës gjeopolitike në botë, ku tashmë kishte ndodhur edhe lufta midis Rusisë dhe Ukrainës, fuqizimi i Kinës dhe shumë aspekte të tjera. Dhe tashmë çdo gjë që ndodh brenda aleancës, duke pasur parasysh dhe ardhin e presidentit Trump në Shtëpinë e Bardhë vitin e kaluar, edhe duke qenë se ai vjen nga bota e biznesit dhe e ka si një qëllim që e mat çdo gjë se sa shpenzohet përkundrejt diçka tjetër, kjo do të jetë tema kryesore e samitit ose një ndër temat kryesore, dhe pastaj mënyra se si kanë ecur vendet me atë që quhet plani i industrisë mbrojtjes, një plan që është miratuar në samitin e Vilniusit në 2023, pra samitin e 11-12 korriku 2023, ku secili vend antar i NATO-s duhet investojë në industrinë e mbrojtjes. Pra, në qoftë se do ta përmbledhën në një mënyrë të përgjithshme çfarë do të diskutohet sot në këtë samit, është pikërisht si do të marrin përgjegjësi vendet anëtare të NATO-s, kryesisht BE-ja, për të shkuar drejt asaj që po cilësohet si NATO-ja 3.0, ku pesha e përgjegjësisht Shtetet Bashkuara të Amerikës tashmë gradualisht po zhvendoset në rajonet e tjera, dhe Europa do duhet fillojë të marrë përgjegjësinë për sigurinë e kontinentit evropian. A ka nisë Europa ta marrë në formën e duhur në opinionin tuaj përgjegjësinë për mbrojtjen e kontinentit? Faktikisht ka një marrëdhënie fluide midis presidentit Trump dhe liderëve të Europës. Kjo edhe për shkak të mungesës investimeve në kapacitetet mbrojtëse të Bashkimit Evropian, kryesisht, por edhe të vendeve të tjera të rajonit të Europës. Dhe sigurisht që kërkohet një angazhim më i madh sipas presidentit Trump nga Bashkimi Evropian për t'i bërë ballë krizave të ndryshme që sigurisht ndodhen edhe në dyer të Europës, siç është konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës. Të paktën ishte ai konflikt që prodhoi këtë lloj narrative nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi realisht nuk mund të jenë vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës që duhet të mbajnë peshën ushtarake dhe ekonomike për çdo konflikt që mund ndodhi në kontinentin evropian. Shohim një marrëdhënie tepër negative midis presidentit Trump dhe fuqisë më të madhe bërthamore në Europë, siç është Franca. Gjithashtu kjo marrëdhënie përshkruhet edhe në marrëdhënien e tij me kryeministrin Keir Starmer. Pra, le të themi kur thënë negative shqetësuese apo thonë është shqetësuese për aq kohë sa kemi një president Trump i cili ashtu siç tha dhe zoti Kamberi që i percepton
shtetet si korporatat të mëdhaja ekonomike, nuk i percepton në të gjitha të tërsinë dhe në të gjitha ato pjesëzat që e bën një shtet, por e i shikon si korporatat mëdha ekonomike, të cilat do t'i masin zhvillimet e tyre ushtarake vetëm me shpenzime. Realisht se sa objektive mund t'jetë kjo qasje e president Trump mbetet për t'u parë, por ajo çka po shikojnë paktën nga takimi i tij me presidentin Erdogan, është një marrëdhënie e ngushtë me Republikën e Turqisë, pra është një marrëdhënie e cila nuk është parë kurrë në historinë e dy vendeve, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Turqisë, dhe sigurisht që Turqia ka dalë të kryejë një rol tepër të rëndësishëm në NATO, në raportin midis apo në atë balancën e forcave midis Ukrainës dhe Rusisë. Dhe e kështë ngritur në fakt presidentin në deklaratë, që po marrë pjesë vetëm se po zhvillohet në Turqi. Jo vetëm kaq, po u shpreh që me superlativa kundrejt presidentit Erdogan. Kjo tregon që Turqia po bën hapa para për sa i përket raportit të saj me industrinë ushtarake. Gjithashtu edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dihet fuqia e tyre konvencionale, por edhe bërthamore dhe kontributi që kanë në Aleancën e Atlantikut Veriut. Ajo çka mund të jemi skeptik është marrëdhënia në vimësi me vendet europiane, u shpreh edhe për Giorgia Melonin që ajo gaboi duke mos ofruar ndihmë kundrejt Shtetet Bashkuara të Amerikës në luftën me Iranin, pasi vetë Giorgia Meloni e konsideroi një aventurë të madhe të presidentit Trump dhe si duket nuk i ka tingulluar mirë presidentit Trump ajo çfarë Giorgia Meloni shprehu. Dhe do të thonë që e vetmi aleate ideologjike po flasim me presidentit Trump në Bashkimin Evropian është vetëm Giorgia Meloni. Ishte Viktor Orban, por Viktor Orban tashmë nuk është në pushtet, dhe tashmë i ka mbetur vetëm Giorgia Meloni në Bashkimin Evropian, duke qenë se presidenti Trump nuk e dizajnon, le të themi, Giorgia Meloni si pjesë të një shoqërie në cilën ai ka një luftë hapur, siç është Open Society Foundation. Por që duhet parë në vimshmëri se si do jenë dinamikat e samitit NATO-s, mos harrojmë ishte dita parë, le të themi ditë më tepër kortezie apo ceremoniale, ditën e nesërme do vijojnë punimet dhe duhet parë me vëmendje se si do jenë reagimet e presidentit Trump, sepse është ekspresiv, është natyrë atipike një presidenti amerikan, kur fjala vjen përballë të ketë presidentin Macron me cilin duket sikur nuk i ka fort mirë marrëdhëniet dhe që mos të percipitojë në një skizëm politike, NATO duhet investohet edhe në këtë dialogun që sigurisht samiti ja ofron të gjithë liderëve të aleancës, sepse rrezikon që të mbetet vetëm një aleancë ushtarake. Dhe në qoftë se nuk ka një bon sens edhe politika, atëherë do thotë që aleanca është shumë fluide dhe ka gjasa që të ketë një çarje në qoftë se vijohet me këtë gjuhë përjashtuese për, le të themi, për kundërshtar ideologjik, ashtu siç i prezanton presidenti Trump liderët e BE-s. Ameri, po përdor shush në mënyrë më popullore, atë lëshon lehtë presidentit Trump me sa duket, se edhe ndoshta rasti i Giorgia Melonit tregon disi që nga një marrëdhënie ndoshta e ngushtë me superlativa që kishte, tani ka një lloj kështu gritësie, nuk e di sa serioze mund të jetë. Më fal, do të sjellem me mendje faktin që në herën e fundit në mbledhjen, duket në G7, nuk e di kur ka qenë që tha unë jam bosi. Po, në samitin. Dhe i rreshtoi si nxënës klase atje përpara. Është një mesazh, si do qoftë, nuk është se është patute. Unë besoj që liderët evropianë ose liderët e tjerë, pra, po mësohen ose janë mësuar gradualisht me karakterin dhe me tipin e zotit Trump. Do të kemi parasysh që në politik dikush kur hyn, s'ka rëndësi është president apo kryeministër, nuk vesh një kostum dhe ndron atë me diçka tjetër. Pra, një individ hyn në politik bashkë me karakterin e tij individual, për i vërtetës presidenti Trump ka një karakter dhe një sjellje paksa të pazakontë, kush ka parasysh presidentët e tjerë amerikan, por kjo tashmë ka qenë vullneti i zgjedhësve amerikan që kanë dashur këtë president me këtë karakter të jetë në shtëpinë e bardhë. Tashmë dhe liderët e tjerë, po kujtoj vetëm rastin e vizitës të 29 në fund të 29 qershor të sekretarit përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, cila ishte disi pazakontë në sytë kamerave, u ngrit dhe bëri për t'i treguar, pra deri diku ishte një përkthjelje sedre e presidentit Trump, për t'i treguar që ai me faktin që kishte çuar buxhetin e Pentagonit në $1 trilion, kishte rritur në një pikë që askush s'kishte rritur deri atëherë. Pra këto janë disa element të cilët edhe një pjesë e liderëve evropian tashmë po mësohen
dhe deri në momenti që ai do të ketë mandatin e tij deri në fund të 2028-s, tashmë edhe Europa, po edhe shumë liderë të tjerë do të dinë që të kenë përballë një president me sjellje të pazakonta nga pikpamja e karakterit dhe mënyrës së drejtë për drejtë se si përshfaqet ai në tavolinat e politikës ndërkombëtare. Dhe kjo besoj unë tashmë nuk përbën habi. Mos harrojmë që në politikë ka edhe element tjerë përveç elementit karakterit, pra karakteri është ai që përshfaqet në sytë e medias dhe mund të bëj si tu shklajmë për median dhe për rrjetet sociale, por nga ana tjetër politika nuk ka ndryshuar thelbin dhe misionin e saj, e cila mbështetet mbi interesa dhe për llogaritje shumë të mira gjeopolitike, veçanërisht në takime të këtij niveli ku NATO-ja është aktualisht e vetmja organizatë e mbrojtjes kolektive në botë, pa folur për disa organizata tjera me karakter rajonal, por me një shtrihje kaq të madhe në dy brigjet e Atlantikut, NATO-ja pas shpërbërjes së Traktatit të Varshavës mbetet aleanca më e rëndësishme e mbrojtjes kolektive dhe grupon shtetet më të fuqishme sot të botës. Dhe pikërisht për këtë arsye, çdo samit i NATO-s dhe mënyra se si i qasin aleatët e kësaj aleance njëri tjetrit, kjo do të thënë përbën lajm dhe si thua më e rëndësishme do të jetë deklarata që do të miratohet në fund të samitit në ditën e nesërme, ku do të përcaktohen edhe do të thoja gurët kilometrik në përmjetësit të deles, do të eci aleanca në vitet që vend pa përfshirë pastaj dokumentin dhe konceptin strategjik NATO-s që është një dokument më i hollësishëm dhe që përcakton shumë element të tjerë. Kështu që unë besoj gjëja më interesante që mund shikohet do të ishte shkëmbimi i batutave të nesme midis presidentit Trump dhe liderëve europian kryesisht për atë kryeministrin ton apo nuk ka përgjithësi? Është vështirë, nuk e di, ndoshta do të jetë Shqipëria si thosh që ëndër një debati. Se do flasim për këtë për në vim për 2027 në një samit kaq të rëndësishëm, por gjithsesi Shqipëria është një nga 32 antarët me peshën dhe rolin e saj brenda aleancës, por mos harrojmë që aktualisht aleanca dhe veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përballë dy konflikteve më të mëdha që kanë ndodhur pas luftës totë dhe me peshë dhe ndikim shumë të madh në gjeopolitikën botërore. Pra ku janë është përfshirë një fuqi bërthamore siç është Rusia dhe nga ana tjetër në lindjen e mesme ka shumë aktorë dhe faktorë të cilët janë të pranishëm në terren, por që ndikojnë dhe së jashtme. Ndërkohë, se këtu ndoshta mund të bëjmë në formë diskutimi së bashku për një analizë të mirë. A e ka më formën e saj fillestare NATO, ndryshimet që bëhen në buxhet a janë të vlefshme, reale, apo janë më tepër mbledhje, nuk e di nëse mund të quaj burokratike, po duket që të paktën nga provokimet e bëra nga dronët rusë apo ndoshta edhe më tej, Unë shpreha që në kryet radhës që patjetër që të gjithë aleatët duhet bëjnë punën e tyre dhe duhet investojnë paratë e tyre për të qëndruar në aleancë, dhe sigurisht që ka një farë drejtë presidentit Trump që kërkon, le të themi, shpenzime në industrinë e armatimit për çdo vend, dhe sigurisht që ka vende të cilat nuk e perceptojnë rrezikun ashtu siç mund ta perceptojnë vende të tjera. Fjala vjen le të themi Europa veriore dhe Europa lindore nuk mund ta perceptojë njësoj rrezikun me Spanjën, që nuk ka kurfar rrezikun në atë pozicion gjeografik. Dhe patjetër që Spanja ka refuzuar të përmbushi këto kushte ekonomike apo parakushte apo klauzola ekonomike që janë vendosur nga presidenti Trump, pasi nuk konsiderohet e rrezikuar, pasi pozicioni strategjik nuk i jep le të themi asnjë rival ushtarak, pasi poshtë në Afrikë ka Marokun, ndërsa le të themi nga ana Atlantikut ka Portugalinë, nga ana tjetër ka Francën. Pra është e izoluar për sa i përket rrezikshmërisë, ndërsa fjala vjen Polonia që ndodhet në vijim me Ukrainën, patjetër që do investojë më tepër dhe sigurisht me drejt duhet të ketë një specializim më të lartë ushtarak për aq kohë sa Rusia dhe oreksi shovinist i Rusisë shpërfaqet dita ditës në Ukrainë, dhe në këtë kontekst duhet parë, domethënë, cilat vende ndodhen pranë vatrave të luftimeve apo pranë vatrave të krizës, edhe ato vende patjetër që do investojnë. Fjala vjen përmendëm Poloninë, mund të përmendim Bullgarinë, që rrezikon dhe është në linjë për sa i përket rrezikut rus. Nga ana tjetër kemi Turqinë që është përballë dy konflikteve, dhe konfliktin në lindjet mesme për shkak të pozicionit gjeografik, edhe në konfliktin në Detnezi, ku është konflikti midis Rusisë
dhe Ukrainës. Dhe në këtë aspekt duhet parë ai objektivi që do vendosi NATO mbi orientimin e politikave ushtarake që do ndjeki. Ajo çka kuptohet, duket sikur presidenti Trump kërkon që të shuhet çdo konflikt që ndodh, qoftë lindjen e mesme, por qoftë edhe në lindjen e Europës, kjo për shkak se amerikanët tashmë kanë orientuar gjithë rivalitetin e tyre drejt paqësorit, pra drejt Kinës, që projektohet si nga rivalet më të mëdhenj të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Aleancës Atlantikut Veriut. Dhe në këtë aspekt duhet parë në vijim se sa serioze duhet jetë kjo vendimarrje për të rritur përqindjen e investimeve në industrinë ushtarake, a do jetë eficiente, dhe më pas do shikohet mbase shpresojmë jo në terren, se imagjino se çfarë mund të ndodhi në një përballje midis aleatëve dhe Kinës apo Rusisë. Por duket se ajo që ka më tërë më tepër është edhe retorika ekstreme që ndiqet nga të dyja palët, është rasti më pa precedent, paktën që pas luftës dytë botërore, nuk kemi dëgjuar kur që Shtetet Bashkuara të Amerikës të kenë një konflikt kaq të hapur, të paktën nga ana retorikës me Bashkimin Evropian patjetër, dhe sigurisht që në këto etapa që edhe profesori e preku pak, faza pare NATO-s ishte nga viti 24-25 deri në vitin 1991, me rënien e murit Berlinit dhe me demontimin e Bashkimit Sovjetik, u konsiderua e përmbyllur faza parë. Faza dytë ishte gjatë kohës kur post komunizmi solli kriza në vendet caktuar, në vendet veçanta si në Ballkan me demontimin e ish Jugosllavisë, ndërsa do më thënë, faza tretë është kjo tani që njihet me atë llagapin, le themi, NATO 3.0, e cila mbase do orientohet drejt një dinamike të re në aspektin e financimit të armatimeve dhe patjetër edhe me vendimarrjes kolektive që hera herës presidenti Trump kërkon të përjashtojë ato vende që nuk rrisin shpenzimet në armatime, përsa i përket vendimarrjes së brendshme të NATO-s. Po shfrytëzoj kohën duke qenë se po flasim për kontekstin ndërkombëtar, të informoj që Egjipti shënon golin e parë kundër Argjentinës. E kishit pak me prioritet. Jo, sepse Argentina nuk ka treguar nivel futbolli. Okej, pas kalot të lutem, vetëm për batut. Po, Kameri, ndërkohë për Ukrainën sa i vlefshëm do të jetë ky summit? Për Ukrainën ka rëndësinë e vetë për dy aspekte kryesore. Së pari do të miratohet një ndihmë për $70 miliardë, cili do të shkojë Ukrainës për të mbështetur programin e saj të mbrojtjes ndaj Rusisë, pra ku vendet anëtare të NATO-s dëshmojnë, si thua, angazhimin e tyre, por nga ana tjetër do të ketë dhe një takim shpenduar për nesër midis presidentit amerikan Trump dhe presidentit Ukrainës Zelenski, ndërkohë që... Se shkojnë mirë se takimi... Po, ndërkohë ka qenë një element shumë i rëndësishëm që para pak ditësh ka pasur një bisedë të dyanshme, pra presidenti Trump ka pasur një bisedë telefonike edhe me presidentin Putin, por edhe me presidentin Zelenski, ku të paktën në parim të dy palët kanë shprehur gatishmërinë për të dhënë fund luftës, veçanërisht pra ose dëshirën. Po megjithëse janë dy palë që kanë pozicione krejtësisht të ndryshme në konflikt, qoftë Rusia, qoftë Ukraina, por jo më larg se para pak ditësh Ukraina ka qenë në breshërinë e një sulmi me dron në kryeqytetin e saj, në Kiev, dhe jo më larg se dje presidenti Zelenski shprehu shqetësimin që Ukraina nuk ka mundësi të sisteme antiraketore për të perceptuar çdo goditje që vjen nga Rusia. Pra, në pamjet parë ka një lloj dualizmi midis një dëshire për paqe, pastaj një dëshire për vazhduar të vetëmbrohet, dhe kjo e ka futur të gjithë konfliktin midis Rusisë dhe Ukrainës, veçanërisht pas qasjes të re që ndoqi presidenti Trump në një rrethi vicioz, ku, siç kam përmendur diku një krahasim, i ngjan pak a shumë një zgare, ku flakët ngrihen dhe ulen, por ajo asnjëherë nuk ndalon, dhe për hir të vërtetës është një konflikti më i gjatë që pas luftës dytë botërore, i cili vazhdon me dy vendeve në kufit lindor të Europës dhe me përfshirjen e një vendi që është fuqia
një fuqitë kryesore bërthamore sot. Teorikisht duket sikur bjen dy dakord për ta përfunduar luftën për dakord, vite. Po janë ekstremisht të kundërt në atë çka kërkojnë. Por qasja është krejtësisht Pasi presidenti Putin kërkon aneksimin e atyre zonave në cilat ka përparësi ushtria ruse, pra ndarjen e Ukrainës në linjën e frontit. Nga ana tjetër, presidenti Zelenski kërkon shkëputjen e gjithë pushtuesve rus nga tokat ukrainase dhe nuk gjehet një rrugë mesme. Dhe sigurisht që nëse presidenti Trump do arrinte një marrëveshje me presidentin Putin që vija e frontit të ishte edhe vija ndarëse e legitimitetit dhe pronësisë mbi tokën, atëherë do sillte një katastrofë të madhe për sa i përket të drejtës ndërkombëtare, pasi do legjitimohej e drejta për ndryshimin e kufive me dhunë. Dhe kjo do sillte akoma një avari akoma më të madhe për sa i përket edhe vetë besueshmërisë që kanë aleatët kundrejt aleatëve të tyre, siç është fjala vjen Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt Ukrainës, që ende nuk aderon në NATO, dhe sigurisht që ka dhe një klauzol nga presidenti Putin që Ukraina mos të jetë pjesë e Aleancës Atlantikut të Veriut, dhe më pas nuk i dihet se si a do zgjaste më apo do shkoj edhe më tej në një konflikt akoma më të thellë. Por që për ishtë vërtetës, ukrainasit kanë rezistuar dhe kanë rezistuar shumë mirë, pasi ushtria ruse ka një avancim minimal për 5 vite. Kjo është në mendimin e Europës. Patjetër, ama duhet të ketë vullnet popullor që të luftohet, se po s'pati vullnet popullor. Aktualisht ndihma që është dhënë deri tani mbi Ukrainën ka shifrat rreth $500 miliardë. Dakord, ama ka dhe një vullnet popullor për të luftuar. Kjo është me interes. Dhe sigurisht që do shihet më tej se si do vijoj ky konflikt, por objektivi i presidentit Putin më sa duket është marrja e qytetit port më të rëndësishëm në Ukrainë, pra portin e Odesës, që të ketë akses qoftë në Danub drejt e Europës, që është një lum i lundrueshëm, por qoftë edhe në detin e Zi, ku mund të shfrytëzojë të gjitha resurset e detit Zi dhe sigurisht edhe drejta që jep deti Zi mbi kalimin në ngushticat e ndryshme. Nga ana tjetër, mund të shikohet edhe pjesa e diskutimeve mbi luftimet në lindjen e mesme. Ajo që ka përmendi presidenti Trump ishte që ne ja dolëm për ta denuklearizuar Iranin, dhe sigurisht ju shprehte presidenti Erdogan që as ti nuk ishe interesuar që Irani të kishte një armë bërthamore. Sigurisht që askush nuk është interesuar përfqinte vetë që të kenë një armë bërthamore. Patjetër që ajo ishte një luftë e cila u nda pa fitues dhe solli disa pikpyetje të mëdha mbi çështjen e kontrollit të ngushticave, siç ishte edhe ngushtica e Hormuzit, e cila solli një katastrofë ekonomike të jashtëzakonshme për Bashkimin Evropian. Pra rritjen e çmimit të hidrokarbureve, të cilat ndikuan drejt për drejt në xhepat e qytetarëve evropian. Dhe a duhet Bashkimi Evropian të ndërmarrë hapa dhe të jetë më prezente në lindjen e mesme? Patjetër që duhet, por nuk ka kapacitete. Ditën e sotme, presidenti Macron ishte në vizitë në Siri, në Damask. Dhe sigurisht që ka një vëmendje të shtuar franceze, qoftë në Liban edhe qoftë në Siri, paraqikosa të dy vendet dikur kanë qenë pjesë e mandatit francez në atë ndarjen e Sykes-Picot. Nuk pati ndonjë rrezikshmëri për jetën e tij, pati rrezikshmëri se ishin dy sulme që ndodhen në Damask. Kanë qenë vetëm fare pranë hotelit ku ka qëndruar presidenti Macron. Kjo tregon që Siria ende nuk është e qetë, edhe pse presidenti Ahmed El Shara ja ka dalë që të krijojë një unitet kombëtar, paktën mos të lejojë që të ketë kryengritje nga pala kurde dhe nga pala druze, por që duhet të parë sepse çdo parashikim lindjen e mesme është i pamundur. Kam një pyetje të drejtë për drejtë, duke qenë se padyshim gjitha zhvillimet që vijnë nga NATO janë shumë të rëndësishme, por pyetja ime është kjo: a është sot Europa kryesisht, duke qenë se ka patur diskutime të shumta, më e qetë në raport me mbrojtjen, sa është NATO përpos gjithë debateve, diskutimeve, rritjes së buxhetit? Europa, edhe për nga pozicioni saj gjeografik, pra rrethohet nga vende, po flas një pjesë e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kanë kufit e tyre, kanë vende problematike, por një pjesë e vendeve të Azisë qendrore
ishte Republika e Bashkimit Sovjetik, apo vetë Rusin, apo vendet të cilat ndajnë kufi me detar me pjesën e Afrikës veriore për shkak prurjeve të emigracionit, por në tërësi, edhe në rastin para se të fillonte konflikti midis Rusisë dhe Ukrainës, Europa kishte një marrëdhënie me Rusin, kishte një forum bashkëpunimi, etj. Pra, ai kërcënimi i cili krijoi NATO në 1949, që ishte kërcënim ideologjik, por Europa përballë me kriza të tjera, të cilat her pas here kishte nevojën më shumë se sa nevojën e NATO-s, kishte nevojë që të paraqitesh si prodhuesi sigurie. Nëse kishte qenë deri në vitin 90 konsumatori i sigurisë nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, tashmë ajo u bë edhe prodhuesi sigurie dhe mori pjesë me Shtetet Bashkuara të Amerikës në disa prej iniciativave më të rëndësishme paqebërëse dhe paqeruese, duke filluar me Ballkanin, që tha Albinin, pas përbërësisë Jugosllavisë, për të vazhduar pastaj me Afganistanin, Irakun dhe pastaj në territore të tjera. Aktualisht Europa është duke rimenduar, sepse duhet të themi edhe diçka tjetër që Europa tashmë është duke blerë kohë, duke pritur, duke u përshtatur me sjelljen e presidentit amerikan Trump dhe natyrisht leadershipi evropian, i cili është ky leadership, po mbas takosh mund të jetë një leadership tjetër sepse në Europë ka zgjedhje, tashmë dim, është duke pritur se cila do të jetë ardhmja e presidentës amerikane në 2028. Dhe nëse do të vazhdojë presidenti Trump, i cili dihet qasja e tij, atëherë edhe Europës do i duhet të mendojë një formë tjetër. Ishte një element shumë i rëndësishëm para disa ditësh, një njoftim që Gjermania, e cila është vendi kryesor i Bashkimit Evropian, po mendon marrë një kredi shumë të madhe, për gati 800 miliard eurosh për të investuar në sektorin e mbrojtjes. Ato kanë treguar që rimëkëmbën për 10 vite. Pikërisht, çfarë tregon që ndoshta po mendohet dhe plani B që në një moment caktuar, një lloj gjysmë kërcënimi thojza ishte bërë sot dhe nga presidenti Trump për të rëhequr nga Europa për shkak se Europa nuk u tregua e gatshme ta mbështeste në konfliktin e fituara me trupat në Europë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, jo europianë. Pikërisht, por ai nuk është një proces kaq i thjeshtë, por i zvërtetë, kush ka parasysh pra tërheqja ka një aspekt logjistik dhe teknik që zgjat me vite. Kështu që nga kjo pikpamje unë do të thoja që Europa po bëhet gati. Se sa shpejt do të ndodhi kjo, ne ende nuk e dim sepse do të tregojnë rrethanat, por duhet kemi parasysh një paralajmërim të presidentit Macron që në 2019, i cili bënte fjalë për konceptin autonomisë strategjike, e cila siç duket, nëse gjërat do të vazhdojnë kështu siç po flasim tani, mund kemi ndoshta edhe një pavarësi strategjike të Europës brenda NATO-s. Që Franca deri diku e ka, sepse është vendi vetëm në Europë që prodhon avione autonom, domethënë prodhon vetë avionet. Dhe kjo do ta bënte Europën, do të ishte një ngjarje, do thoja, që ne mund të kishim ajo që përflitet një NATO europiane ose një krah europian brenda NATO-s, i cili mund të vepronte për kriza të ndryshme, pra brenda Evropës, mos kishte nevojë më për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por të vepronte në mënyrë autonome. Gjithë ideja për të pasur një ushtri europiane ka qenë që me krijimin e Bashkimit Evropian që në 1957, por që nuk është bërë e mundur për shkak se ishte krijuar në 1949 NATO-ja. Dhe diplomacia amerikane dhe qasja amerikane strategjike ka qenë që nuk do donte që një strukturë tjetër të mbivendosesh NATO-s. Ka pasur një marrëveshje midis NATO-s dhe Bashkimit Evropian në 1999 që bënte fjalë për atë që quhesh marrëveshja për të mos mbivendosur, pra për të mos dyfishuar veprimtarinë e njëri tjetrit. Dhe ndoshta ka ardhur momenti që jemi gati 30 vjet më pas, ndoshta jemi në një moment tjetër që vetëm rrjeta e ngjarjeve do na dëshmojnë nëse do të kemi një NATO europian apo jo. Vim pak edhe në vendin tonë, se jemi fare pranë edhe samitit të 2027, se nëse një gjë e tillë do të ndodh apo jo, kemi ndonjë informacion, ka pasur një lajm në media ndërkombëtare që për shkak të buxhetit mund të vendoset në pikë. Nesër merret vesh pasi pas përmbarimit dhe deklaratës përshëndetëse të sekretarit përgjithshëm Mark Rutte, sigurisht që ai do të shprehë që në vitin 2027 do takohemi në filan vend, fjala vjen. Sigurisht që do i bënte mirë Shqipërisë nëse do mbaj këtu, por ka një rrezikshmëri për sa i përket përmbushjes së detyrimeve të Republikës së Shqipërisë drejt Aleancës Atlantikut Veriut. Patjetër që do ishte lajm i madh për shqiptarët që presidenti Trump dhe gjithë liderët e tjerë botror të ishin në Tiranë, por duket se Republika e Shqipërisë, sipas asaj çfarë
flitet nga mediat ndërkombëtare nuk i kanë plotësuar kushtet për sa i përket shpenzimeve. A do jetë ky shkak për tërheqjen e NATO-s nga organizimi i samitit viti 2027 në Shqipëri, samiti 34 t'i bie i NATO-s? Nuk mund ta themi, duhet presin ditën e nesme për të parë se çfarë do lajmëroj sekretari i përgjithshëm i NATO-s në lidhje me këtë lajm. Kameri, mund të vi presidenti Trump për shembull në Shqipëri dhe sa i përket sigurisë? Tani për të ndarë të dy elementet. Pra, prania ose mos prania e presidentit Trump në një samit të NATO-s, si rregull, presidenti amerikan shkon në samitet, por edhe për samitin e Ankaras kishte një dilemë në qoftë se do të ishte në samitin e Miniut kur po, dhe në samitin, kështu që ajo nuk është çështje tjetër. Për Shqipërinë ka rëndësi që të mbahet një samit edhe për shkak të faktit që e kthen Shqipërinë dhe një herë në vëmendjen e diplomacisë dhe medias ndërkombëtare. Kujtojmë vetëm samitin e Komunitetit Politik Evropian, ku këtu erdhën pothuajse gati të gjithë liderët e NATO-s me përjashtim, se nga 32 vende anëtare që ka NATO, rreth më shumë se 20 prej tyre janë vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pra, Shqipëria ka një eksperiencë, por duhet të shohim deklaratën e samitit, sepse edhe nga pikpamja praktike, samitet e një viti më parë deklarohen që në deklaratën e samitit paraardhës për shkak të aspekteve logjistike dhe protokolleve të sigurisë, sepse puna për organizimin e samitit fillon ndoshta edhe 2 vjet për. Sa i takon sigurisë, është e gjitha në kuadër të shtetit organizativ apo jo vetëm? Jo, më thënë përfshihen të gjithë strukturat, po kush ka parasysh se protokollet e sigurisë të një samiti ndërkombëtar, që më tepër kur vjen presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, janë ka masa jo vetëm shtruar sigurie, por është një aktivitet që realizohet në koordinim dhe bashkëpunim me agjencitë e sigurisë, inteligjencës të çdo vendi që sjell përfaqësuesin e tij më të lartë në vendin ku organizohet samiti. Faleminderit shumë për kohën dhe analizën. Faleminderit. Faleminderit.